ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për t'i falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të ndalim disa minuta, disa çaste në ligjëratat e rregullta të ditëve të hana, ku jemi me fjalët e Zotit te bareke ve teala. Jemi ndalë tek ajeti 144 nga surja Ali Imran dhe përmendëm se për dallim nga ajetet të tjera në këtë ajet do të ndalemi pak më tepër se sa e zakonshme janë në ligjërime që i bëjmë ajeteve të tjera. Kjo për shkak të rëndësisë që ka kjo ajet, sikur që po e shihni edhe vetë, edhe që do ta shohim edhe më tej me lenin Allahu te bareke ve teala, se Zoti jon xhelle xhelalu nëpërmjet këtij ajeti i ka mësuar sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të gjithë muslimanët deri ditën e gjykimit, ata që e kuptojnë çështjen, që ta mësojnë të vërtetën ashtu siç është, e jo pse e thot ndonjë autoritet. Andaj Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet këtij ajetit i kishte mësuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bëjnë dallimin ndërmjet të vërtetës në vetveti, ajo që ta quhet në gjuhën shkencore e vërteta objektive, dhe asaj e cila del si rezultat apo pranohet si rezultat i autoritetit të folësit, e cila quhet në ligjërimet shkencore akademike si të vërteta subjektive. Do ta shohim pastaj me lenin Allahu te bareke ve teala. Lexojmë ajetin, pastaj vazhdojmë me izën e Zotit te bareke ve teala. Thot Allahu xhelle xhelalu: "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin." Thot Allahu te bareke ve teala, nuk është Muhamedi alayhi salatu wassalam po si dërguar. Pra mohon të gjitha gjërat dhe apohon të dërguar profecinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe para tij ka pas të dërguar, që do më thonë se kanë vdek. Nëse vdes Muhamedi alayhi salatu wassalam apo vritet, a do ta lini ju rrugën tuaj? E ai i cili e lë rrugën e vet dhe dezerton dhe përmbyset, ai nuk i dëmton asnjë lloj dëmi dhe nuk i bën dëm Allahu subhanahu wa taala. E Zoti i Madh te bareke ve teala i shpërblen bëmirësit. Allahu xhelal i shpërblen mirënjohësit. Ne në ligjëratën e kaluar dhe të parakaluar përmendëm disa prej fakteve dhe mësimeve që i kanë dhënë dietarët në këtë ligjërat, në këtë ajet, dhe u ndalëm tek hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku tha alayhi salatu wassalam: "Inni la ansa walakin unassa." Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Unë nuk harroj, por ma mundson Zoti me harrua në mënyrë që të bëhem shembull." Në mënyrë që të bëhem shembull. Çfarë i bie kjo? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë njeri i dërguar i Zotit te bareke ve teala, dhe Zoti e ka ruajtur pi gabimeve. Zoti e ka ruajtur pi gabimeve. Por shpesh herë ka lejuar që të ndodhin disa harresa, mangësi, gabime në jetën e pejgamberit alayhi salam nga vet ai, në mënyrë që të bëhet shembull. Çka i bie që të bëhet shembull? Që kur të gaboni ju ta dini çka më bë. Por këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka gabuar në namaz, por i ka shkurtuar recitatet, ka harruar, sahabët i kanë thënë: "Ja Rasulullah, çka ndodhi?" Dhe pejgamberi alayhi salam i ka thënë: "Në këshire nuk harroj, po Zoti më mundsoi tash me harruar, në mënyrë që ju ta dini çka më bë kur ndodhe me gabue." Dhe këtë kjo vëllezër është ka ndodhur si urtësi e Zotit te bareke ve teala, që të merret e vërteta, çfarë? Të merret e vërteta nga faktet dhe provat, dhe mos të merret nga vet autoriteti. Çka i bie kjo vëllezër? Ja kështu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, për shembull, ka fal drekën apo ikindin. Edhe dreka i ka 4 recat, ikindia ka 4 recat. Pejgamberi ka harruar, i ka nik 2 recat. Në rregull. Çka do të thonë e vërteta në vetveti dhe autoriteti?
Ne të vërtetën e mësojmë nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam dhe e ndjekim ata. Mirë po, nëse vetë kjo autoritet i cili na mëson një të vërtetë si të vërtetë, qëndësishme me prova dhe fakte, dhe rastis që ai vetëm me e bon ndryshin nga ajo që ka mësue, çka ndodh edhe në këtë rast? Shiko, që ta kuptosh. Për këtë arsye, shiko sahabët dhe çfarë kanë bërë. I kanë thënë një herë pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Ja Rasulullah, a harrove a u ndru namazi?" Janë dy mundësi. Dreka ka qenë 4, ti e fale 2. Cilat janë mundësit? Mundësit janë kështu: për shkak se ti e pejgamber, mundet me të pasndrua farzi, pin 4 në 2. Po kjo s'ka ndodhur. Dhe mundësia tjetër cila është sa ajo mbet 4, s'ndryshon, po ti ke harruar këtë rast. Atëherë çka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam? Thot un kam harruar. Andaj ka thënë inma ana basharun ansa kama tansun. Ka thënë un jam njeri si ju, edhe un harroj siç harroni ju. Mirë, vetëm tjetër ka thënë që të bëhem shembull. Që pra të bëhem shembull që t'ju duhet juve kur të gaboni çka më ndodh, apo të harroni çka do të më e korrigjue. Për këtë arsye shikoj vëzër këtu shumë prej njerëzve që ngatrojnë. Dhe thamë se kjo mesele, ndarja mes argumenteve dhe provave dhe fakteve për një çështje se o çështu, dhe mes asaj se njerëzit çka thonë apo autoriteti çka thotë, kjo nuk është çështje e lehtë vëzër. Kjo nuk është çështje e lehtë. Apo, andaj për shembull ti i gjen njerëzit plot thot unë e ndjeki Kur'anin dhe Sunetin. Kjo është vetëm adresë, kjo është simbol. Në realitet ti e ndjek një hoxh i cili ty thot që kjo janë Kur'ani dhe Suneti. Për ndryshe, Kur'ani dhe Sunetin e ndjekin njerëz të cilët e marrin drejt për ne nga Kur'ani dhe hadithi, që i bie që është mujtehid. Andaj çiko dietar ka nda, ka thënë mujtehidi është ai i cili drejt për drejt e merr nga Kur'ani i Allahut dhe nga Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Përgjithësi njerëzit marrin nga ndërmjetësi, dhe kjo rrallë dikush do të më kanë shumë i dijshëm dhe shumë studiuesi i thellë që njeriu më marr drejt për drejt, por ta shohet vërtet çështë në vetveten e vet. Andaj për shembull, shkurt, kur themi ne, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Imam Buhariu. Në këtë rast ju, picëli do hoç që e ndëgjoni, ka thënë Imam Buhariu, dhe ju e prejni këtë meselë, se ka thënë ashtu alaihi salatu wassalam. Ju të vërtetën e merrni si të vërtet, por me ndërmjetës. Cili është ndërmjetësi? Hoxha jot. Se ti nuk ke shku me këshir Buhariu ku e ka marr. As nuk e këshir hoxha Buhariut kusha, as hoxha i hoxhës Buhariut kusha, asaj i cili e ka marrë nga këta 3, apo këta 3 prej atit 4 deri te tabiini, deri te sahabja, deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cili biu e ka bëu këta. Shumica e xhallarëve këta se bojnë. Pse? Sepse mjaftohen me ndërmjetësin. Cili është ndërmjetësi? E quajnë ndërmjetësin si të besueshëm, dhe ky ndërmjetës nuk na rren neve. Që i bie se sicili prej neve patjetër e ka me pas në ndërmjetës. Dhe ndërmjetësi i fundit, më i larti në raport njerëzor, cili është që s'mund ta i kalon njeriu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Andaj, nëse do dikush ne do ta shohim të vërtetën, maksimumi është me pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe ai komunikon nga Xhebraili, për Xhebraili te pejgamberi sallam, ndërkohë që Xhebraili e merr prej Allahu subhanahu wa taala. Andaj do shiko, shumë prej njerëzve ndërmjetësat e tyre i quajnë vetë të vërtetat. Dhe kjo është vëllezër që ka shkaktu shpeshherë telashe mes njerëzve. Sepse njerëzit në shumicën e rasteve nuk kanë kapacitet për t'i ndarë çfarë? Të vërtetat nga barcët e vet, nga ndërmjetësi. A nuk ka njerëz që nuk ka ndërmjetës? Apo, ti e gjen për shembull shumë prej njerëzve ndërmjetësin e vet e shpall, ndërmjetësin e vet, që i bie hoxha i vet, dietari i vet, imami i vet e shpall Kur'an. Andaj ti i shef njerëz thotë, pse ju nuk e ndjekni Kur'anin dhe Sunetin? Tash ti i përgjigjesh. Thuçë unë po du me ndjek Kur'anin dhe Sunetin. Ai ka zëmçish, po çe ngoj hoxhën tem. A e kupton ç'ish bëhet manipulimi i shpejt? Domthon, ti thuçë unë po du me ndjek Kur'anin dhe Sunetin. E tash ti thu, hajde çom te Kur'ani jot, apo te Kur'ani. Shiko, kur një musliman e ndjek Kur'anin dhe një tjetër i thot si të ndjek Kur'anin, çka ndodh këtu? Realisht është përplasje mes ndërmjetësave, jo përplasje për Kur'anin. Sepse ti zakonisht kur i thu krejt atyre të cilët thonë ti ndjek Kur'anin dhe hadithin,
Ti thu po hajde çom te Kurani dhe hadithi. Apo zakonisht referenca e parë që ta jep thotë, po çka kjo hoxha ka thonë? Kjo hoxha ka thonë, nuk ka Kurani. Dhe këtu vëzër njerëzit bijnë shumë. Dhe kjo do vetëm udhëzim dhe sukses për janës Allahu subhanahu wa ta'ala. Por ndyshe njerëz që janë dalë manatana. Sepse njeri është i kufizuar vëzër. Na smina me te kalu Buhariun. Smina pa tjetër e kemi me marr me ndërmjetës. Dhe të pakt janë ata njerëz të cilët të vërtetat i shoshisin dhe i shohin dhe studiojnë ashtu siç janë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i mësonte sahabët e vet që të vërtetat ti kuptojnë ashtu siç janë. Apo andaj do t'i gjejmë disa prej rasteve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si u mësonte me çfarë ja pejgamber. Ka mujt ai sahabias më thon kështu, që kjo çështu dhe pik, s'kinë manaton shka me vet. Do të dërzuar. Se ja pejgamber. Ashhadu anna Muhammed Rasulullah e ban obligative që ti mos me e vet ata shumë e shumë. Mirë po mësam nuk i ka trajtuar kështu shokët e vet në trajtimin dhe edukimin e tyre. Kjo vëzër është pjesa e argumentit që i përmendë. Do të përmendë edhe fjalë të ulemave, shumëta po njerë të marrim nga drejt për drejt nga ndodhit që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tani do të dalemi me disa prej dobive dhe mësimeve nga ky ajet, se çfarë përfiton njeriu i cili din me dallu të vërtetën në vetveti nga bardhësi i vet. Nga bardhësi i vet. Do të shohim një varg dobive me lejen dhe izën Allahu te bareke ve teala. Por shkak se në shumica të rasteve vëzër njerëzit lidhen me bardhësin, përçuesin, komunikuesin, edhe dashnia për ta bëhet e madhe dhe fitnia për ta bëhet e madhe. Fitnia për ta bëhet e madhe. Nuk është rastësisht që ka thonë alayhi salatu wassalam, njeriu lind në fitra, në gatishmëri për ta pranuar të vërtetën. I pari që e deformon kush është? Prindi i tij. Se është komunikuesi i parë i babës. Andaj ka thonë fe abawahu, baba i tij dhe nana e tij. Pse s'ka thonë dy nanat, po ka thonë abawahu. Sepse në gjuhën arabe, kur dy njerëz e kanë të afër dikan, apo mund të thuhet me emrin e nanës, edhe mund të thuhet me emrin e babës. Apo, por nëse e përkthejmë më bukfalisht, i bie dy baballarët e vet e devijojnë. Mirë po dietar kanë thënë baba nana. Pse se ka përmend nanën, për shembull ummawahu, po ka thënë abawahu, dy prindërit e vet. Sepse baba është autoriteti. Baba është, pra, qëllimi është autoriteti që ndikon taj. Jo, nuk ka qëllimi nana baba. Se ka mundsi babën se ka, pa e ka nanën. Për shembull, njëri lind pastër, me formim pastër. Kush e deformon, ka thënë alayhi sallam, prindërit e tij. Mund të jetë veç nana, mund të jetë veç nana, mund të jetë edhe nana e baba, mund të jetë veç baba. Mirë, po qëllimi është, mirë, so nana baba. Kush e merr rolin e këtij? Ata shka kujdesen për ta. Andaj ka njerëz për shembull bëhen jo musliman në shtëpitë kujdesit, ku shtëpitë socialit, se s'ka nan bab, e kanë gjujt dhe pastaj ai ndikohet nga rrethi ku është rrit. Mi po ideja është që njeriu ndikohet nga autoriteti, ama në fund llogari merret për krejt veprat çka dikush e ka imponu, ai merret përgjegjësi për ato çka i ka bëu vet. Pra ti, pavarësisht kush ta imponon, apo ta citon, apo ta dikton një gjë, ti në fund mirë është ti llogari për ata. Do më thonë, dikush mundet me bind me pi helmin. Veni kështu. Dikush të bindot, e binda me pi helmin. Cili helmohet? Ai që ka bindat ti që e ki pi. Ti që e ki pi. A ti helmohet, pavarësisht kush ka bind se a ban me pi helmin apo jo. Ata njerëzit përgjigjen për veprat e vetra. Që do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Andaj ti sheh vëzë se shumë për njerëzve lidhen me baballarët e vet dhe edhe djemtë e baballarëve të vet. Vini re vëzë, se Allahu subhanahu ve teala e ka mohuar që pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka trashëguar djalë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam krit djemt i kanë ndjek dvogli, a vajzat i kanë jetuar. Pse ka vëllezër, kjo ka qenë prej urtësisë Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Allahu xhel xelalu për fëmijët e tij: "Ma kana aba ahadin min rijalikum." Muhamedi alayhi salatu wassalam s'ka qenë bab i asnjanit prej burrave tuaj. S'ka thon pi fëmijëve meshkuj, se i ka pas fëmijë.
Mirë po ka thonë, asnjani për të nësë është bobur, po s'kam rri mu rrit. Të gjithë kanë dek dvegjën. Dërko që fmi ka pas për nga mësam që ju kanë rrit vajza. Mirë, pse ju kanë rrit vajzat e si ju kanë rrit djemët? Një e para Allah e ka bo vull pejgamberis. Vull pejgamberis. Sepse fitne e parë që kishë ndodhë me pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam cili është, kishin diskutuar njerëz kjo pejgamber është ajo. Është djali vetëm. Para mendo, pejgamberi sallallahu s'kalon djal sa fitne u ka bo me djemt e Fatimës. Komplet një grup ummeti ka degradue, apo që quhen Shia, këtë kanë degradu si rezultat në emër të thirë të djemt e Fatimës. Që realisht pejgamberi alayhi salatu wasalam nipat i ka veç ka qika, nuk i ka ka djali. Hasani dhe Huseini janë djem të qikës vetë. Para me në farfit në u ka bon në ummet, Rafidit, Shijat, kanë dalë si rezultat i lidhjes së tyre, apo pretendimit të tyre se na jena me djem ehlul bejt. Na jena me ehlul bejtin. Para me ndo, s'kalon djallë, farfit në u ka bon. Me pas kalon djallë? Para me në me pas për e mësam djallë. Farfit në e madhë i shmonë në met. Njërës të tonë, une e kam me gjallin e vetë jam. Dhe pas ta e kishe pas edhe një numër edhe shumë më të fushishëm për fitneve të cilët ishin kanë të mundshme me ndodhë, sikur pejgamberi sa të kishte pas djalë. Për këtë arsye, për ta, shiko, ajo kaderi Allahut ka pas me ndodhë edhe me nipat nga vajza e vet. Mirë pa Allah pi mëshirës vet, dhe urtësisë vet e ka kput ka djali. Fitnia e shkon shumë më e madhe. Fitnia e shkon shumë më e madhe. Për këtë arsye vëllezër, shiko, Allahu subhanahu wa taala i ka mësuar shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam që mos lidhen çfarë? Djali, kja baba i këtina, apo njëzë lidhën o dhe zërë. Por shembull, a mundin të paramendoj dhe zërë kër ka dalë në fitne, kër ka ndodhë një përplasje mes Alijut radhiyallahu edhe Muavijës. Dhe a mund të paramendoj për shembull se sa vështir i ka ardhë Alijut që gruja e pejgamberit alayhi salatu wassalam del në kundër. Ta shamunja, qysh me binti njekësit e tu, qysh me binti Aliu. O, këshire, kjo është autoritet, kjo gruja më të mirit njerin në fitër tokës. Po, janë mjegullu gjërat. Dhe jo rasisht lezër, është e njohur fjale Aliut radhiyallahu an, kur i ka ardhur njeri Aliut radhiyallahu an, i ka thanë: "E turidu an nadhunna an al-haqqa ma'ak wa an Talhata wa Zubaira wa Aisha ala al-batil." Kur ka ndodhur fitneja, ka ardhur njeri te Aliu radhiyallahu an. Ka thonë, qka i të menuti? Na të menojna se Talha edhe Zubejri edhe Aisha janë batila, janë dalaleta. Atëheri ka thonë Aliu radhiyallahu, vini që i ka thonë, ka thonë, i'rif il haq, ta'rif ahla. Mësojnë e artit vërtetën, mësa një e mërvesh kush në thonë. Se shko, autoriteti jo shumë i madhë. Talha, Zubejri, emrat mëdoj. Aisha, gruja pejgamberit alayhi salatu wassalam, një rast për rasteve ka dalë kërçi Aliut. Përse ka dalë me qetësu muhabetin, mirë po, ka ndodhë fitne. Se autoriteti dhe zër, kur del gabim, fitnja shumë e madhe. Sepse njerëz nuk din me enda. Nuk din me enda. Për këtë arsye dhe zër, a mund me paramenu kështu? A mund me paramenu ti për shembull, me ta pruti një gotë me pi ujë. Nana, gruja, fëmija. A mund dikush, për shembull, ai i cili e di që ta ka helm, në helm ka. Ama ky, çka të përnu thot, nëna jemi me helmu mua. Jo, nëna jote, nuk e dim që na nuk do me të helmu. Po sa të di që ka helm ta. Pra, që ta kuptoni dhe që ka ndodhë. Aliu ka dosh me, në regullë, unë e di që autoritet, e nana besimtarve. Ama nuk ka të di që ka të ndodhë. E ki po, se kur të mjegullohen gjërat, kur të turbullohen gjërat, ti thu, ki në regullë, unë e di që kjo s'ja do të keqë, kjo do të mirën. Ama gjërat janë turbulluar vëllezër. Njëri nuk mundesh me binti se baba vetja do sherrë. Apo, mirë po kur bindet, kur janë nis me kuptu që sa tu ditë baba vet. Apo, me thonë, në rregull e di që ti ma do të mirën. Po si tu ditë me ma dash të mirën. Për këtë arsye Allahu vëllezër na ka fal mendje, që të mund dallojna mes emocionit dhe mendjes. Andaj vëllezër shiko, mendja ka mundësi me kontrollu emocionin, edhe ka mundësi emocionin me mjegullu mendjen. E merë njeri ju
një mendim, një emocion, dhe ai emocion e të rrejë dërsa e mjegullon, dhe ti i fol atje nuk merr vesh. Për këtë arsye vëllezër shiko, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelaluhu në përmjet ajeteve dhe vet ai me aktet e tina të shumta i mëson të sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam që të dallojnë në mes të vërtetave dhe bartësve. Në këtë rast vëllezër, Aisha, Zubairi, Talha, Amr ibn al-As, Muawiya, këtë sahabe janë. Këtë janë dostat me gruaja gruaja radhiyallahu anha. Andaj ajo është bë pishman edhe ka bë pendim shumë çka ka ndalur në këto muhabete. Mi po këtë arsye vëllezër, besimtari duhet me ditë se nuk e shpëton ndjekja e një autoritetit nëse ai është bind që e ka gabim. A nëse ai mendon se autoriteti të cilin po e ndjek e ka mirë dhe e ka të vërtetën dhe se me paskon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjallë i kishton mirë kije, atëherë kjo mesele tjetër. Sikur për shembull ndjekësit e mëdhëbeve. Ai shka e ndjek Ebu Hanifën. A keni bëu zakonisht njerëz që vetë ky e ndjek Ebu Hanifën. E ka me çashtu i ka thon Ebu Hanifa, apo i ka thon Shafia, apo i thon Ahmed apo Maliku. Vjen ky i thot ti pse s'pe ndjek pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe këtu vëzë bëhet manipulime shumë. Pse bëhen manipulime? Sepse ai i cili e ndjek Ebu Hanifën, ai e ka atë ndërmjet, kuptoje, e ka ndërmjet. Ai shka e ndjek Shafiin e ka ndërmjet. Ai kur e ndjek Shafiun atu thon, unë e ndjeki Shafiun se mendoj që edhe pejgamberi sa me kon gjallë na kishton që kjo audha ime. Andaj ti kur i thu, e keni pas zakonisht njerëzit, ti i thu, unë jam për shembull Shafii ose Hambeli ose Maliki ose Hanefi. Ki thot ndjek e sunetin. Kto a Injilin e kanë mësua? Kto të katër, çka kanë mësua? Injilin. Çka kanë mësua Injilin apo sunetin ato? Andaj kjo ndarje mes katër mëdhëve dhe kjo suneti, hajde para më kështu. Domthon, çu që paranojnë disa njerëz sunetin e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sa me një anë i ka ndalë këto katër imamat karshi. S'dojnë atije. Ha, po çafira i bëmë kon këto. Do të kjo i bëj më shkon çafir. Me kon që pejgamberi sa më gjallë, atë veç budall më kon ti më shkut mas e Banifës. E mas Shafiis e Ahmedit. Po nuk ka be gjallë pejgamberi sallallahu. A e kupton ç'ta? Nuk ka gjallë. Ti shkon gjallë, atëra, nëse i shkon gjallë pejgamberi sallallahu. Edhe çtu e kije Omerin, të cilë i shkonte? Më shkët e pejgamberi sallam. Mirë, nëse Omerin e laune për pejgamberi sallam, a nuk e la Ebu Hanifën? A kështë nuk ka muhabet. Për këta sytë i shesë njësë manipulojnë këta emocione. Na sunetin e pejgamberi sallam, po imamat që ta janë të dash me mënije. Ebu Hanifja, Shafia, Maliku, Ahmedi, imrin e kanë shkritë, tu mënu të shomi që ka dash me thonë pejgamberi alayhis salam. Andaj, du të me pas shumë kujdes, shpesh njerëzit manipulojnë. Thot, ti qish po mund është me elan sunetin e pejgamberi sallam për Ebu Hanifën. Kjo a di për kanë vlen. Kjo nëse vlen për çiftin e Ebu Hanifës. Që aje di ku me e këshir a o sunet apo jo. Me një gjemat të thjesht ku e dive këtë mune. O të në veta be oqën Allah. Qka thot islami për këtë mund? Më kalzoj. Ki deli thot, jo, ti karshi për nga mësam. Nuk o regull kjo dhe zër. Se ti kryon hutit e njerëzit. Ti nëse do me vo demand apo kundër përgjigje, ti miru me autoritetin. Ti miru me Ebu Hanifën. Ti mirë me autoritet se kanë tjekë Ebu Hanifën. Apo Shafir. Për këtë arsye Imam Ahmedi, kur donte me ju shpjegu avamit, që ju thonte, ndjekni imamët. A kur ju shpjegon të talebeve, thë ke merë në ku kanë morë. Pse? Se ki mundet me morë. Ti talebës i thua, e qko lezo libra ti. Ti e qko më këshire Bukhari o Muslimi që ka thamë. Ebu Hanifja, Shafia, këshire a gjithë që kale. O mundi që ma ti thesha, të nditën punon farkatar, ki thot, që si ki... Po ki thot unë me hekër punë be vëllon. Ku e dibe a Bukharia, a Muslimi, ku i tonë që këtë patligjana janë. Shkoj deme, shkoj të volë, ojtë nësan. A kjo posë në desve se ne ja u turturojnë a kryet, aj, thot qka tu thonë be. Por këta që dhe du të më kanë pak në mërshifshëm. Po, është e vërtet se ne duhet të ndjekim të vërtetat që ashtu që janë. Por jo si cili ka takat me bëkta. Sidomos nëse beson bindshëm se ajo të cilën është duke e ndjek, është rruga e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Andaj se këtu duhet shumë besimtari me pas kujdes. Dobia e parë, mësimi i parë apo lehtësimi i parë që ja bën muslimanit kur e ndjek të vërtetën dhe nuk e ndjek autoritetin apo dallon mes autoritetit dhe të vërtetës, cila është të shpëtuarit nga ndjekja dhe madhrimi i dikujt tjetër jashtë autoritetit Allahu subhanahu wa taala. Ne vëzë në bazë jemi të urdhëruar me ndjek Zotin.
çka thotë Zoti me bë, me ju dorëzu atij, me ju nënshtruar atij. Dhe krejt ta nënshtrimet tjera vinë se rezultat i kërkesës së Zotit për më nështruar. Mos me paston Allahu ndjek në pejgamberin, na zguzojnë me ndjek. Pa Allahu ka thonë ati'u Allah, pa ati'u Rasul. Bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. E ti ke obligim. Mos me të paston Allahu ngoje dhe bindju dhe bëhu mirë, respektueshëm me nanën me bab, ti a ke pas drejt me dal? Po. Ama Allahu thot wa bil walidayni ihsana. Që do të thonë se ky dorëzim është dorëzim ndaj Zotit vet. Andaj shiko pejgamberi alayhis salatu wasallam çfarë ka thënë. Ai që e respekton hafuzin, ai që e man Kur'anin e vet në gjoks, ai Allahin atë respektuar. Ti për shembull, pse dallon te ti hoxha edhe ai që ka sa hoxh? Pse ti ndryshe sillesh me hoxhën, ndryshe sillesh me një tjetër musliman? Edhe hoxha falet 5 vakt, edhe ki fal 5 vakt. Pse te ti hafuzi, ai që e man Kur'anin nuk ka nisoj sa ai cili është hafuz, të dy të falin namazin. Se thu ke e ma fjallë në Allahit. Për ti, ajo që ka ti të ashton respekt dhe këti është fjallë Allah. Por këtë asyë dhe zë njëra prej dobive të mloja, cila është se besimtari duhet të mësohet me ndjekjen e manajës, se këtu ka ma shumë shpërblim se sa ndjekja e njerit. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, efe immete. Me bo me vdek për nga mesam, ka shkolli ju. Që kjo dhe zë është? Muhammed sa më të resokon gjallur let. Që ku është për nga mesam, shkoj mas. Vdiqaj. E tash janë pa ata që e kanë djek me anan, do me thanjen, dë vërtetës është që qa, me sa ti cili është lidh për vetë trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye vëllazër, njeriu i cili e ndjek të vërtetën, për shkak se ajo është e vërtetë, ka shumë më shumë shpërblim se sa ai i cili vini re e ndjek të vërtetën duke e ndjek një njeri i cili e ndjek të vërtetën. Cili ka më shumë shpërblim? Kështu. Para mendoje e kije djetarin hoxhën. Apo edhe një njeri e merr hoxha edhe e vjen xhami. Edhe ky mas hoxhës ec edhe vjen xhami. Njani vjen xhami se ka hoxhën përpara, vjen xhami. Tu ditë kanë në xhami, alhamdulillah. Të që ta kuptoni, cili ka më shumë shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Tu ditë kanë mrin xhami. Vetë se njani ka pas hoxhën përpara, tjetri se ka pas hoxhën përpara. Ky cili vjen pa hoxh, ka më shumë problem. Megjithëse tu ditë kanë mritë çaj vësh çka janë të dash me mrije. Për çfarë arsye? Se ky e ka ndjekë me anë vet ka shku te xhamia. Ky ka ardhur te xhamia, ama e ka një pris përpara. Na nuk e di mos me pas hoxhën a vën kiasve. A ki çfarë? Por çemu sa për njerëzit që ta kuptoni. E ka babën që aty në dhomë, edhe ai gjali riurt, mashallah te barakallah. Apo, edhe një gjallë tjetër në vjetët e tina, njësojnë në qatë datë lindje kanë lindë, edhe ajë të rri të nëjtort. Pra 2 djemë, 3, apo të zojnë në 10 vjeqarë, të ditë me një ditë në datë lindje, rrinë me gjlis urt. Cili ka më shumë, cili është për neve më i edukum. Ja? Kiç ka e ka babën, du të mi anëzirë babën jashtë, me thonë, ajtë që është takshira, cili e më i edukum. Se ki ka mundësia të nejtë urt për shkak autoritetit babës. Hekja babën, si të ne e urta pet, atër dhe ma vëllaj edukum kana. Ki ka ne edukum vetë veti, jo se babën. Mirë po ka rase për qemë del baba, ki e qërë di qmijen. Du ka dale. Aj ku pas ka nejtë urt, ju pas ka nështru autoritetit. Andaj ti ishe e plot për njëzë, dhe zë janë qështu, të kuptojsh. Ti për qemë e thot, baba që tu se une e dërmoj një paqet cigare. E shashti nuk e dim na e piki, a e pi për një me, a nuk e pi. Pse? Se kjo baba, thot, mashallah spiti, 5 saat nejta me ta spiti cigare. Qka i thu ti? Qka e nje? Ti qka e nje? Qka i thu? O, ki para babës vet nuk pi. Dhe të kalzoj one. Largoj e dikon pi babës, këshyri shka ban. Sa për ta kuptuhe? Shumë për njerëz dhe dhe rrinë urt para autoritetit. A ne njëri dhe zër i mirë, besimtar i mirë, qka ban? Ti i thu këshyri, unë rri urt edhe kura baba ati. Po dhe kur sa baba rri urt? Që i bije qfar? Unë shkojnë xhami, edhe aj, për shkak se aj parim ka pru xhami, po unë e vinë xhami edhe mës me kanë i gjalla, që kam ka pru xhami. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, Muhamedi nuk është qëtër pas i dërguar, edhe para ti ka pas i dërguar, nëse vdes. Pra, sikur ju thëtë sahabeve, ju i një rrugë drejt të e pas pejgamberin selam. Me vdek, ka jamani. Por këta si ju vëzër Allahu Gjellë i këmësën sahabë dhe besimtarë pas tëne. Ju duni me nejtë musliman dhe besimtarë dhe me ndjek të vërtetën, edhe nëse nuk është taj.
Andaj ti shep plot për një dezertojnë nëse i dezerton titulli. Nëse i pari që ka e kakin krije, nuk i duket i mirë. Edhe mos me vdekaj. I thot po ma sa të ma mush mosinin. Edhe çka i bëma, le be këtë punë. Por këtë arsye vëllezër, sepse njerëzit nuk lidhen me të vërtetë çdo gjë janë, po lidhen me ndjeksin e vet. Mu por këtë arsye vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i mësonte shokët e vet që të vërtetën ta ndjekin pse është e vërtetë pi Allahit. Pse është e vërtetë pi Allahut. E mira o e mirë, edhe kur i keq i thot është ashtu. E keqja o e keq edhe kur i mirë i thot. A e vini regëzë? Me thonë një hajdut 50 vjet hajdut, me thonë o burra zbambe me vedh, dhe i thunë e vallat të shnoha. Që shnoha vë? Ty një me hajdut i e. Ama që që të thonë zban me vedh, edhe na pajtomi. Apo? Edhe me thonë dënjani i mirë, kur një të në vetë s'ka vedh. Me thonë valla be, nuk ka po pash punë e madhe me vedh, shumë të në gabim, o vla. O ma ki agji, o hoshë, nuk më intereson. Gabim o kjo. Që ta dhe se du të me e kuptu besimtari. E mira mirët si e vërtet edhe nëse e thot i keqi, dhe e keqi ambetet e keqi nëse thot i miri. Që këtë meselë vëzër ka dasht Aliu radhiallahu anhu me ja u mësu njerëzve. Ka thonë, o mësone për njerë shka e mirë vetë veti, e shka e në keqi vetë veti. Mësone shumë letë e kiti me e kuptue, a që ki në rrugë drejta, a në rrugë srem. Se të e ki mësu të vërtetën si të vërtet. A kur ti e mëson të vërtetën në përmet kalopit, tashka, sa njeri për shemull thot që kjo a qështu, pse vla, po më tha. O vesh pse tha ky, s'to me thonë që ajo e vërtet. Vini vëllezër, njëra prej dallimeve do të vim. Njëra prej dallimeve më të mëdha të vërtetës në vetvete, cila se të vërtetën sicili mundet me emrije. Çish mund me kon diçka e vërtet, veç di vetë kanë marrë vesh. Çish mund? Nuk mund ato vëllezër. Nuk mund me kon diçka e vërtet, por shembull siç është të shijat, i kenë na do libra, po bëna edhe ne vëllë. I kenë na sa përket ato. S'mund edhe kjo dërvizllok. Apo, e kam pa une me si të zemrës, po bëmë të ashu edhe une. Pejgamberi nuk ka thonë, i kam pa une do punë, po ju shtash, e di, musë më gushtoni. Po jo me këti kanë tërë në pahaj. A dhe ka thonë, s'kam shekur që për juve. Ka thonë hadith alayhi salatu wassalam, nuk ka punë që ju qënë gjenet vetë se ja u kam kallëzue. Dhe nuk ka punë që ju qënë gjenet vetëm se ju kam dalue. Nuk ka fetfaj nër tavullin. La, folën a di. Qa ka be folën a di, Allah? Kallëzoj e këtë publik. Që me folën a di? Ti ka, me sinje me vetla ban. O, heki vetlat, heki sin. Nuk band kështu feja, Allah. Se kjo dënë shizëm, o. Apo, ani oqën e të kalzoje për publika më sanena, s'ka në dhe, ajo shka e vërtet qëtu. Ajo shka nuk ka e vërtet, nuk ka. Nuk mundet nër tavolin me ka e vërtet. Apo, se pastaj krijohet shizmi. Shizmi qka dhe zërë? Oni imam, ju se shifni, ka medal. Që nimi vet janë të prit. Ka medal e imami. E që ka me vonë Allah që ka medal e imami. Apo, e kina në imam, a mshe një shpela gje, a i lutët për neve. O kjo krishtërizëm, Isa a.s. ka dek për neve, a i për neve. E ti, është ashtë i graj gjunat, se a i për tije. Që kjo vëzëra? Andaj duhet gjërat të ndjekën që ashtu qësh janë. E vërteta është e vërtet, e pa vërteta është e pa vërtet. Pavarësisht se kush është duke e pri ata. Shyre për shembull vëzër, këta si ja ka mbjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet. Pejgamberi alaihi salatu wasalam megjithëse është i mbrojtur nga gabimi. Dhe fjala e tij është e vërtetë. Dhe gjithçka që thot është hak. Sepse Zoti ja ka mundsu. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Çka të flet pejgamberi sallallahu nuk flet pitekës. Këtë shpallje e vërteto. Megjithatë, pejgamberi sallallahu ju jep të hapësirë sahabeve që ta mësojnë të vërtetën me ilet, me shkak. Pse o e vërtetë që kjo? Dëgjoni këtë rast që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me disa prej shokëve të vet, sikur që ka ndodhur me Sa'din radhiyallahu an. Në ditë për ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, thot a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan. قال وأنا جالس وترك رجلا منهم هو أعجبهم إلي. Një ditë për ditëve pejgamberi sa me ka pas do pasuri, pare që kanë mbet prej luftës. Dhe ua ka shpërnda disa njerëzve. Ju ka dhënë filanit, ju ka dhënë. Sa'd ibn Waqqas, shok i ngushtë i pejgamberit alayhis salam. Thot,
dhe njanin pi muslimanve une e dojsha ma shumë që ati nuk i jepke. Por ja ka thonë për nësëm disa njerëzve pare, si pas Saadit, njani e meriton, po që për nësëm s'pi jep. Edhe i thot Saadi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kultu ja Rasulullah, o i dërguri Allah, ma leke an fulanin, ja Rasulullah, pse filani s'pi jep pare? Pse filanit, unë përmenoj njerit mirë, përmenoj burët mirë, ti s'po jep pare. Fe inni le edhunnuhu mu'minen, unë ja Rasulullah e mendoj atë besimtar. Mu'min është kallë përmi musliman. Atëri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au muslima, nashta musliman veç. Sepse mi thonë dhe zërë dikujt besimtar, do shohim, është gjykim se edhe mrena ka iman. Vini edhe kësaj. Kur të thëna dikujt mu'min, ti të thonë edhe në shpirt ka iman. Kur ti thush musliman, çka i bje? Ajte na u ka shfaq musliman, na e respektojmë si musliman, i ka këtë të drejtë e muslimanit, a më pi mrena, a beson pi shpirtit vetë pi loçkës zemrës nuk e dina. Andaj kur i tha Sa'id bin Waqqas, ja Rasulullah, kjo jam besimtar. Pra, edhe pi mrena, çka i tha besim? Ja, kada. Këto janë dy kërkesa. Kërkesa e parë, pse s'pi jap këtij, e dyta e ngritën lart, besimtar. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Musliman. Sa'id bin Waqqas i thot fa'udtu li maqalati. Unë prapë e ktheva muhabetin për fillim. Pse o vëzër? Pse ja ka leju pejgamberi sa me kthi edhe një herë? Unë po të kallzoj. Unë po të kallzoj se jam musliman. Thot unë prapë ishta, ajo është besimtar. Fa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mithliha. Pejgamberi sa prapë njëjtën përgjigje më dha. Pra Saadi ka thënë, ja Rasulullah, pse s'pi jep filanit parë? Sa jam besimtar. Pejgamberi sa ka thënë, musliman. Prapë ka kthie Sa'd ibn Waqqas. I ka thënë ja Rasulullah, pse nuk po jep filanit kur ai është besimtar? Tha, ose është musliman. Pse o vëllezër? Gjëja e parë, pejgamberi sallallahu ka dashur me mësu Sa'd ibn Waqqas. Fol për ata që e sheh, mos fol për ata që s'e di. Se mi thon besimtari bie që edhe pi zemrë ose besimtar, aty veç pi për jashtë e ki pa. Andaj thuj musliman. Pra muslimano pi për jashtë. Asa i përket pimrejna, ti nuk e di ata. A dhe, shiko, me gjithë se pyetja që tërgu në kanë, Saadi ti ka interesu pse nuk pjep pare, e kur ka dorë si sebeb me argumentue ideje në vetë, pse s'pjep pare, ka thonë, kur e jam besimtar Rasulullah. Pra, me fakti tjera, o i dërgurë Allah, unë mendoj se që ti dush mi dhanë pare, se unë buri mirë, besimtar i mirë. Pe jam sa në fillimisht e ka drejtu punën e parë, cila, ka thonë ka dale. Unë e ka me të kallëzu ti pse si jap këti pare, po ti mas pari thuj musliman. Pro mos hin aty kus duhet. A me pas kanë të na dhe zë sot, po të na ka, ja ka kallëzu pi këtu ka. Thot ti që gje me obejmë një selulli një. O ku e di o kardiolog? Ku e di o kardiolog, ku e ko venën ki? Ki që të do të Firdaus, që ti bari? Mos ko Firdaus me imamat e 4 imamat ta. Këtu kardiolog ka plotë dhe zë. Ka hinë zemëraj. Danë për gjennet, darë për gjennem. Ka kartela. Se kjo, apo pun, jo serioze. Jo flet për imanën e dikujna. Qysh flet për imanën e dikujna? E ka se ka. Pi ka e di Allah? Pi ka e di? Ti vesh t'jashme shka e shë. Kur gjo për të vesh t'jashme nuk shë. Dha jo e jashme ti baba kja, sa t'jashme nuk e shë. Por këta sytë me pas, shumë kujtet dhe zërë. A dhe që i ka thonë Sa'd ibn Waqqas, kada. Por ti ja besimtar, a ma thuj musliman. Pse o dhe zërë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju Sa'din me e përsërit 3 herë. A ka mujtë mi thonë, o Sa'd, unë e po thamë qështu dhe pik, unë s'po du mi dhamë këti pare, edhe u kri. Apo unë e kam një arsim se si ja këti pare, edhe u krije. Mirë po dhe zërë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dasht që sahabët e vetë, shokët e vetë, të bëjmë pyetje deri sa të zaje ven e vërtetë në zemrën e vetë, pse ajo është e vërtetë vetë veti, jo pse veç unë jam të thonë. Se ka mundësi unë të bindi që ti përshka ka autoritetit bindësh, edhe kur shkojsh të shtëpia thu, këshire mu, në regull, unë e u binda që pejgamberi sa më ja ka thonë që ti, shpirti pësë më ka ratu, a ki qarë këta dhe zë. Ti mund është për shemë, mere leje se me pejgamberi sa më ka mundësi se në kupton. Baba i danë do mesele. Thot, e ki po, të na ku dalë. A 90 veti ka bo, thot jam të i da gjemë. Nuk shë, nuk nin, nuk asi, unë e di, thot, qka e vërteta. Apo,
e do njëri më tepër dhe mos anë na bën zullum. E ndodh shpër për njerëzve. Po pezojna kit mendën e ka në rregull, është i mëshëm, o i urtë, edhe s'bën zullum. Edhe po i danë vlatët. Apo ose ja u ndon diçka. Edhe shtash për shembull, ti thu, a ban me ditun e pse filani që kaç e mua që kaç. Keni po zakonisht njerëzit që s'kan prova, mos e ranotët babën. Ki e deaj. Ku e deaj o vllai? Ku ajde pse me ditaj? A ka pësu shpallë, ka pësu trashëgimina. Ku për deaj, ajtë ka thëmë ku për di. Mirë po që të vëzë që ka ndohë. Pejgamberi sallam ka thënë alayhi sallam, unë jam baba juve. Se baba është ai cili i mëson. Unë jam, ka thënë, në pozitën e prindit për juve. Bimenzilet i lualit, ai cili u dhejq dhe e rrit një evlat. Se e ka rrit umetin e vetë, alayhi sallam. E tash për shembull, ti mundesh mi thonë kështu babas. Këtë, unë e pajtona për këtë që të shkam i kidhan. Pajtona. Edhe nuk kundërshtoj kur gjohë. Po për mu rahatu zemra, a ba me më kaltu vesh, pse mu që kaq, e këti që kaq. Se her kalon hapsir për nga me nësëna. Pse? Se nuk o meselja ti për shemu, ti e merë që atë hisë që të ka da, baba, ama shkon të shpia, me grënë të anë, ja, e kujtënish me bo, se po duke që janë zullum, me kom për babë nuk ka problem, ama me kom për e mësan, mund është me dolë bifeje. A mu shme dolë bifeje. Por këtë arsye për nga mësa me ka thonë vet një të pyjtë e ka po 3 herë. Pse? Pastroje zemrën të kallzoj pse si kam dhona atira. Dhe kjo vëzër duhet gjdo besimtar. O, kuptoje qashtu qisha. Jo pse po të thamë une. E kini pash me që thotë, ani o gjo, unë du me vetë pa shumë. O, ti bindu për një mesë. Nesër ti për që mu ndrodhë mu abeti, ti thu, unë e pat na vetë. Po ti se bind. Dush mu bind. E jo pas taj për shemull, pak më ndryshu rrethana, ti e ndron këtë ullzimin. Andaj shiko, pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka leju që të bëhet pyetje, edhe mara, do ta shohim rastin tjetër. Pse e ka leju këtë vëzër? Që të mësohet Sa'd ibn Waqqasi nëpërmjet pyetjeve dhe kërkimin e këtyre gjevabeve ti qetësohet zemra. Pra, pejgamberi sa sigurisht ka thënë, o Sa'd, unë e di që ti më nështrohesh mua kur unë si jap dikujna pare, edhe e di që e di se ma e mira është për nësë mi dha. Po vetë prap të të kalzoj ku e kije qëtësin e zemrës. Edhe në fund qëka i ka thonë? Ka thonë o Sa'd, janë disa njërës, janë dop një man. Janë dop një man. Me janë të luhat shumë. Ja o jap dë pare, i maj. Bëhet sebe parja dhe komoditeti financiar që bëhet sebe për nësa mja dhanë, aj me hin iman pak ma mirë. Sa ja bolla i luhatshëm, edhe ka arë për shemull dhe prit mi dhanë për nësam t'i shka pare. A fukara, edhe shtash për nësam e anë shkalon. A i s'ka qatë që iman që me thonë, s'ka lidhe, di për nësam këtë mund. A për shemull pite bedeujve, a i dëzërton. Andaj ka thonë, o Sa'd, janë disë njërës, janë të luhatshëm. I stabilizoj me pare, që t'hi e imani mirë. Pra, zemrat i qëtësot. Sa i nështru mo, pa zemrat i qëtësot. Ka thonë, janë disa të tjerë, e kiluhum ila imanihim. Unë i la ato në imanin e vetë. A i këbol ka iman. Apo, që këtë përgjigje ka dosh me kuptu Sa'd ibn Waqqasi. Por këtë asyjo dhe zërë, pejgamberi alayhi salam, pse nuk i tha për zdyti? Pse po veti? Kini pa dhe thotë, pse be bankë si pytje? O, ka kaluaj vakti, pse bankë si pytje? I bosh, fatkecisht disa vende, japin përgjigje, thotë, harama. Pse? Që me përranë në hoqë, thotë me vetë, pse? O lone, për jamara ma hapë, zemra se qëtësue. Ti mund është me thane, e ki po disa njerës, nga friga, sa për njerësve, andaj ti e dalon këta kur fletë veta vetë me ta. Fletë vetë. Sa njeri thotë, une s'mu ka qëtësu zemra, po hajnë e lash me tatina. O ti e lave me tatina, po zemra s'tu ka qëtësu, Allah. Andaj kur lipi Ibrahim a.s. për i Rabbul Aleminit, qka tha? Wa idh qale Ibrahimu Rabbi erini kejve të hilbauta. Tha Ibrahim a.s. O Allah, ma mund sot ta shoh që ishin gjallë të vekmit. Qka i tha Allahu gjellu ala? A vëllëm të min? O ti a beson? Kale bela, po unë e qëtësi. Walakin li dhëma inna kalbi. Ama du me më zonë vend zemër. Se nuk ka si me besu, si me pa. Atar i tha Allahu gjellu, fe khud arba'ate minat tajrë. Meri 4 zogjit, coptoj, myti, coptoj, përzia u ketë. Këtë laraman, merë një zog, një plom, një pat, një qka dërkur, përzia të loje ndryshme, coptoja, daja u, gjethet edhe copat edhe kocit, në për
kodrat larga, thumma ud'uhunna, pastaj vështuj hajdi këtu gjalla, ha? Ya'tina ka sa'ya. Kanë me tar gjalla që janë kon. A çta me pa ti, nuk ka nisoj. A nisoj dhe na besojna. Shiko, na besojmë se Ibrahimit alayhis salam ja ka ngjall Allahu 4 zot. A o imani jam edhe Ibrahimit nisoj që i ka pa të ngjall? A nuk ka nisoj? Nuk ka nisoj. A është imani i pejgamberit sa që ka hip në Isra dhe Mi'raj? Me neve që besojmë që ka hip në Isra dhe Mi'raj? A nuk ka nisoj. Sa i ka hip në me. A ki pa marrë shembull. Ka njerëz kanë hip në aeroplan kur? Apo bo ma kje pa ka si andër, thot, a hipër një me hipa. E ka hip zip, nuk hip zip. A ishka ka hip njerëz ka thot, shkaj të folbe, unë kam hip. Ti do për shemë, 11.000 lartësi kilometra në alt. Apo, a ishka s'ka hip kur thot, mos i mshoni për ujë, thot, për ju thoi kishe për havaje. A ishka se ka kalu, a njeri ma që thot, po, në regull, kje hip të jone e përfësoj. Nuk ko njësaj e që ka hip në aeroplan, edhe dy që sho, edhe a i cili për shemë veç e beson se kjo eksiston. Për këtë arsye Ibrahimi a.s. ka thonë, ta qetësoj zemrën. Edhe këtu Sa'd ibn Waqqas ka thonë, po du më qetësoj Rasulullah. Pra në kuptimin, ma kallzu i letin, pse s'pi jap qitina. Kur i ka kallzu ka thonë, unë për bështetet e imani këti, ki në rregulla me iman. Ta drejtoj që tanë se që kjo pak ma jo stabil. Andaj, kështu rase vëzër ka shumë në Kur'an. Kështu e në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por që më rasti tjetër vëzër, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lejuar që të bëhet pyetje dhe e ka shpjeguar sebepin e ndalesës. Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, m'jap izën të bëj zina. Po du me më dhonë ti me baba halal, unë të bëj zina. E kemi shpjeguar këta detaj. Po këtu na duhet tash te kjo pjesa e i thojnë tamhisul illa, manatul illa. Pse e ka ndalu Zoti zinaja? Apo, ne e dim haram, ka pjesë të haramu nuk e di pse e ka ndalu. Apo, mirë, po ka dikush e di. Edhe ky djali i ri ka ardhur te pejgamberi ka thënë ja Rasulullah, lema bëma halal të bëj zina. Gjevabi vëzër klasik i jonë, cili jo? Haram edhe pik. Haram. Ki haram edhe pik e di. Kja të mendu se me bo me kërku izën pi sheriati ka drejt me ta leju. Apo, ka drejt me ta leju. Pra, ki nuk ka këshirë ta korruptoj e shëriatin, po ka këshirë nashta mjep izën. Apo, në regull. Edhe ka thonë, ja Rasulullah, i dhe në libi zina, a mjep izën me bo zina? Po unë e ti që harama, se me përse ti që sa haram, është këshar, a mjep izën me bo? Shikollë zë, për nësëm një ka thonë, hej harama kjo pjena, u kri ki pun. Ka mujtë mi thonë që ishto? Ose ka mujtë mi thonë për shembull, që ive farë muslimani ti për zina e të vetë, a më lejon me bo zina? Asjanë se ka tha, se e ka dit pejgamberi selam se ky në mrendin e vet don me e kuptu sak që zinaja a mundet do njëherë mu leju apo gjithmonë është ndalume. Dhe cili o sebepi që e ka bo zinajen, nëse është ndalume, çka e ka bo të ndalume për sa herë? Çka ja ka thonë fjalën e parë pejgamberi selam? Tamam me ka prek nervin ka të dash me dal. Çka i tha? E tërdaha li ummik. A ki qef me bëmë në nëntane? Jo tha, zdu. Që? Sepse a ki qef me bëmë në nëntane është njëra për sebebe që ka bo zinan haram. Sepse Allah e ka bo zinan haram për mu pëzbërzi ujë. Që më zë diti me thonë hasha, para me në mëshimë më ka njëri formu me pi 5 vetave. Që ka të regu Aisha radiallahu anha se në gjahiljet njerëzit kanë flet 10 bura me një gruje. Që do më thonë, aj nuk e di, është, për shemë, pak është i kësaj kabile, pak është i kësaj kabile, se e kanë ujit, e kanë vadit, atë brum, atë njeri, 10 veta. Para me në, qëfar ndjenjë kështë e pas ti me thonë, për shemë, 10 babalari kje. Sheme Allah për 10 babalar. Qështu i kje 10 babalar, da, se, për shemë, ke i e rezultat i 10 burrave. Kjo problem, dhe, kjo shakton nervos. Apo, e Zoti për rahmetve që ka thonë, mos bani zina. Se njëri do më kora atë me di që kënë baba jam, që kënë nëna jeme, kjo në gjishja jeme. Pse o dhe zër? Se që kënë familja. E kur të ndërhindi dikush në familje, apo, këtu shkakton të lashe ti. Shkakton se si mi amor një coptore. Shiko, për nga mësëm, ka dosh tani mi a shpjegue. A ka mujtë mi thonë, haram edhe pik. Po haram edhe, që kish mush me thonaj? O haram edhe u kri mua beti. Po ka dosh mi a qëtësu zemrën. Andaj shiko që i ka thonë, e tërdahali ummek. A ki qef dikush me po zina me nërën tane? Ka thonë, jo, Rasulullah. Ka thonë, a ki qef dikush me po me tezën tane? Ka thonë, jo, Rasulullah.
A ki qef dikush me bo me motrën tane? Jo, e Rasulullah. A ki qef dikush me bo me qikën tane? Jo, e Rasulullah. Jo, nervoz. Atëre në çdo përgjigje që ka thonë jo, atëri ka thonë mësam edhe njerëzit s'kan qef me bo me gratë veta. Kur kush ka qef me nënën e vet me ju bo zina, kur kush ka qef me tezën e vet me ju bo zina, kur kush ka qef me flet me gruin e tina, kur kush ka qef me flet me qikën e tina. Andaj kuptoje se i leti i ndalimit, se bepi i ndalimit zinahet është rrugja e familjes. Edhe ky njeriu ka shnoshme. Edhe ky njeriu u ka shnoshme. Zakonisht, për shembull, përgjigjet të cilat janë ka mujt pejgamberi sa më thon, a beson se janë pejgamber? Po. Allah e ka ndalu. A i shkon përgjigje tamam? Përgjigje tamam. Ama ki kur shkoj te shtëpia thot, ama pse ma ndalume? Për mos me pas që këtë zhik të shtëpia me ka thon, çep, se po të kallxoj. Për mirujt nanat, e tezët, e hallët, e motrat, e qikat, ti me di qika jota, qika jote. Që për sta Allah e ka ndaluar. Sepse me flet 5 burra me një gruje, a dhe jo me 7 zana, cili ja babaj vet. A pjagon fort për telashe që zinaja. Mirë po këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dash që të tamahhas al-illa, që kuptoje illetin. Kur e kupton vëllazër njeriu pse e vërteta është e vërtet, kur nuk dyshon tama. A mund ti dikush me ta shti dyshimin se 1 dhe 1 bojnë 2? 1 dhe 1 bojnë 2. Njëri thot, du të me këshirë. Qa du të me këshirë, Allah? 1 dhe 1 a bojnë 2. Të kjo vitra. E kur të kaloje e vërteta, vëllazër, Kur'ani, hadithi, ahireti, imani, dita para Zotit, sikur që 1 edhe 1 bojnë 2, a mund njeri me thonë, ej, muj mu falë, mos mu falë, së mund është Allah ti, mos mund se gjenemi gjenemi ekziston. Për këtë arsye vëllazër, mësohet e vërteta për shkak e leteve të veta, pse është e vërtetë në vetveti. Rast tjetër, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve kalon me një gruje të vet në Medinë. Dhe ka qenë tërë. Dhe pranë ti kalojnë disa sahabi, pranë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sa ka qenë me gruën e vet Safijën, dhe ka qenë tërë, edhe mbulesa e zez. Çfarë ka ndodhur vëllazër? Kanë kaluar disa sahabi pranë pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kur e kanë pasur që është me një gruje, janë largu. Pra, kanë shpejtuar. Pejgamberi më ka thënë: "Ala rislikuma, mos u gutni, mos u ik." Ata kanë thënë: "Ja Rasulullah, në udhu billah, në mendojmë diçka." Atëri ka thonë pejgamberi sa innaha Safiyya. Kjo ngryja e Safia. Që ta kuptojmë vetë çka ka ndodhur. Menojen mahall, apo ke dalti me gryën tane në shëtitje, tar burg, apo edhe të shani dost. Në 3 natës, ama nuk e shë gryën tane. Ishtë ti e ki, çka duhesh ti mi thonë? O vëlla, gryja ema mos kujtojnë asen që kam dallashit. Sepse njeri shka thot, a ke be gryja vet, ama ndoshta gryja dit. A gryjës parë, i shkon në jam dhe njerë të gryja dit. Ai nëse a pak ma i lik, shka thot, ki livrit. Kjo për njerin e thjesht, apo? Mirë, sahabët e kanë menu për pejgamberin sa çështu? Jo. Ama pejgamberi sa me ka ditë një sen tjetër. Çfarë ka thonë? I ka thonë, o jo, të ditë, gryja ema, Safia. Gryja ema, mos kum dal me gryën time me që ditë. Mirë se sahabia i shkon menja që në udhu billah pejgamberi sa ka dalë me një gryje të huja. Jo. Çka ka dash mi thonë? Ka thonë, e di që s'ju shkon menja, po shejtanit i shkon menja. Shejtani thot, a thumë me kanë ke? Ka thonë, shejtan, kam frikë që ju ban vezvese shejtani dhe shkatërroheni. Që shkatërroheni? Para më në me pas shkuaj të shpia me thonë, a thu që e gruja kush ke me pejgamberin sa? A ke Aisha, a ke Safia? Calla ke? A mu sa kontu një qetër në udhu billah. Tamam të përtoje shejtani qështu, edhe ti mo atë luginën tjetër. Andaj ka thonë, ka dale. Ato kanë dash me ikë që rriti se nuk mendojmë keq. Ka thonë shejtani mendojmë keq. Andaj shikoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë raste të ndryshme ka dash sahabëve të pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam mua mësu çfarë, se e vërteta është e vërtetë çashtu që është. Dhe për këtë arsye që Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah thot, njëra prej fitnave që ju kanë ndodhur kur kanë bërë debat, ajo që ka quhet tabaqatu alil hadith, njerëzit e kanë ndjek hadithin dhe kanë qenë me një farforme jo krejt, një pjesë të tëne bukfal, germ për germe. Çështë shkruan, s'ki nevojë ti ma fell me hije. A logjika për
Thotë këto janë bo fitne për do njerëz të cilët e kanë studiu logjikën. Shumë për njerëzve kanë pas merak, kanë thonë, pse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu? Cila është urtësia? Cila është i lehti, cila është sebebi pse ka thonë kështu? Thotë, shpesh herë ndodhte që ata të cilët nuk e kuptonin me logjik, bëheshin fitne për këta të tjerët. Dhe këta të cilët zhyteshin logjik, bëheshin fitne për këta të tjerët. Se këto i thëshin, ti as pi beson pejgamberit alayhis salam. Ai ti ki tash me këshira xhe, pse ka thonë, çka s'ka thonë? Thotë Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah. Zoti na ka urdhëruar mi besu teksteve, por nuk na ka ndaluar me ditë letin. Nuk na ka ndaluar me ditë letin. A ka raste që na nuk e dinë, ka raste. Ne nuk e dim se sabah janë 2 recate, as pse akşam janë 3 recate, ama i bindemi. A ka një urtësi? Ka një urtësi. Ne nuk e dim se tavafin e bojnë 7 e jo 8. Ka një urtësi, ne nuk e dimë. Mirë po Zoti e ka lënë çështo. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i mësonte sahabët e vet çfarë? Çfarë? Që ta kuptojnë se e vërteta është e vërtet duke e ndar atë nga thënësi i vet. Por jo pse po të tham unë, po kjo është çështu. Apo kjo është çështu, çish po të tham unë edhe kur vdes unë jetë çështu. Kjo është vëzhgjet të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thonte dhe u mësonte sahabëve vet. Për këtë arsye vëzhgjet pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në këtë vijë dhe në këtë ecuri shpesh ndodhte që pejgamberi alaihi salatu wasalam me kërkue ndihmë për disa prej sahabëve. Pse kërkonte ndihmë vëzhgjet? Për shembull, pse ka mundsuar Zoti pejgamberin sa me shit dhe me blej? Ka njëri te pejgamberi ka thënë ja Rasulullah, ama shet devën. E kam bë pazar. Çka. Ka shku pejgamberi sa ka pas nevojë me blej hurma. Ka shku pejgamberi sa i ka thënë dikujt, a mundesh me çta më dhon se po më duhet diçka. Vini rekstash. Nëse do dikush kështu. A nuk ka pak kjo? Për pejgamberin sa ran me shkutin e njëri me thonë, a mundesh me më ndihmue se po më duhet me blej çta, a më jep do parë borxh. Pse ka mundsu Zoti me mor borxh, me dhon borxh, me shit deve, me blej deve, me dhon hipoteke, ka lënë hipotekë te Jehudia për disa ushqime. Pse ka mundsu Zoti çta? Që ta shohë njerëz pejgamberin alayhis salatu wassalam çish ec, çish lëviz, çish shet, çish blen, çish është nevojtar për diçka. Andaj e ka përmend rastin se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë në minber: "Ma min ahadin min ashabi amannu alayya bi ahlihi wa malihi min Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu." Ka thënë alayhis salatu wassalam, nuk ka dikush që ka dorë te unë, më ka bë mirë me mallin e vet, me parët e veta dhe me familjen e vet si Abu Bekri. Domethënë me fjalë të tjera i ka met borxh të njerit. Parashtrohet pyetja, pse Zoti e ka lënë mi met borxh Abu Bekrit? Pse e ka lënë me borxh Abu Bekrit? Që ta mësoj njerëzit se pejgamberi alayhis salatu wasallam është njeri. Si doni me ndjek në të vërtetën të kanë unë çështu, unë do një herë me nevojtar. Pejgamberi alayhis salatu wasallam shpesh herë u kallzonte, për shembull Fatime në ditë u ka anku pejgamberi sa ka thënë ja Rasulullah, mendje se pia dalna. Ka thënë Fatime që 3 ditë buks ka mangur. Po çika vetë u ka anku, ja Rasulullah sumbia dalna. Ka thënë unë që 3 ditë buks ka mangur, po ti u anku tash ka angur që 3 ditë ti s'ke angur sot veç. Vini re, pse ka ndodhur kjo? Pse e ka lanë mës me angë 3 ditë? Pse e thot Aisha 3 muaj ditë se kena kallë shporetin në familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Pse ka ndodhur? Dush me menu pse ka ndodhur? Ka ndodhur që Zoti i Madh te bareke ve teala t'ju thot njerëzve, kjo insan ka nevojat e veta, është nevojtar. Kjo nuk erdhon pi pejgamberllokit. A e kupton? Mo për këtë arsye shumë prej ulemave kanë thënë që dietari kur e përçon të vërtetën, apo megjithëse duhet ta ruan autoritetin e vet, po ndonjëherë duhet me nejt me ta. Sepse njerëzit lidhen për syretin e hoxhës të përsosur dhe nuk mundën me parandaluar se dhe ki ka nevojat e veta. Andaj her pas here, jo sa herë, do kanë merak me bë hoxhën vetëm ato me shëtit. Jo, hasha wa kella. Hoxha do me pas autoritetin e vet, gradën e vet, atë izolimin e vet, por se a do të më nejtë një herë me njerëzit, po. Por çfarë arsye? Të njerëzit më thonë këshira, po dhe ki insana. Mirë po jo piksa i fjale, edhe ki insana, hajde shkënë ta mësojna. Jo, se janë do qështu. Po edhe kebe do një herë zdi, apo. Po kemi ani bez zdi, unë e diti se hoxhësh mundesh më jam shu kompjuterin, kerrin, çebapat, mishin. Ama ai vën hadithin ta mëson, kjo është defekt. Se ti ki mision e profesion, ai vën pitë skara aty, edhe ti insan be hoxho, ama nuk le me prek çebapin. Hoxhës nuk le me prek çebapin.
A i pite qebabit kalzon tije. O insan, ty s'po mlemu me prek skarën, a ti këtu në rrimën më të nalë po prek. Për këtë arsye vëllezër duhet me pas njëri balans, ekuilibri cili jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka dashur që nëpërmjet nevojave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam t'ju kallzoje, ju ndjekni pejgamberin e Zotit alayhi salam. Mirë po, edhe ki ka nevojët e veta. A i bjekur ka thonë, unë shumë i kam borxhe Abu Bekrit, se pak e vërteta u ka ra, jo, i kam borxh, më ka një muë. Ka do Zotë i madh te bareke ve teala që njerëzit të lidhen për të vërtetën dhe mos të lidhen për ata e cila quhet autoritet. Cila është vëllezër autoriteti? Autoriteti është kur njeriu vëllezër e ndjek të madhin si të madh. Mu për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që thirrja kuranore edhe thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasalam në bazë të drejtohet kokave dhe krerove dhe sultanave dhe mbretërve, a përgjithësia është individuale. Dhe mos secili prej neve një ka një hi në llogari. Apo, e ki pati që ta kuptosh. Ti shkon me grup shëtitje, hax, umra, shëtitje, Istanbul, ku do të shkon? Ti shkon në 100 veta. 100 veta në autobus, 100 veta në aeroplan, 100 veta në aeroport, derisa tu zvoglu, kur vjen te pasaporti ato shtash një ka një. Pse një ka, buna bashkë ardhëm, a ban me jo, një ka një. Pse një ka një? Ju keni ardhur shoqërisht. Ama në një ka një ju morë llogari. Një ka një të merr pasaportin. Apo, ti thua unë jam me këto 100, tamam, e kishin na vet, nuk u intereson aty mekanie. Shembulli i Allahut është më i madh vëllazër. Na jetojmë me shoqëri. Edhe kuptimet i marrna me shoqëri. Edhe mësimet i marrna këtë shoqëri. Shkollohemi këtë shoqëri, jetojmë këtë shoqëri, hajmë buk këtë shoqëri. Ndikohemi pikë kësaj shoqërie. Ndikohemi pikë kujt ndikohemi, ama kur të hish në varr, ato thënë na vet me tikën apo. Ti thua be filani mua më ka gatrua. Ki pas dunja boll vakt me dit a mirë as amir. Na vet mor llogari. Apo, a ki pa vëzër edhe në dunja. A ki pa për shembull dunjan, për shembull atje pasaportot ti prit pak. 5.000 veta se një bëjnë kur gjo. Shkoni u dhe tua. Ki në të pritë pak. E kontrollojnë, e kështë të marat. Vëzër në akhirat alama interesant ka më kanë. Kitë dunja jam më mledh. Abe, o me neve o kanë. Shko be hacti, na me këtë këna bunë. Për këtë arsye vëllezër, e vërteta me gjithë se ju jepët autoriteteve për shkak ndikimi që e kanë, ama apet në fund faraoni kur ka shku Musa te faraoni, kujt i ka fol faraoni? Ushtarëve, ministrave a faraonit? Kujt i ka fol? Allahu xhallahu i thot Musa alayhis salam, idhhaba ila fir'aun, shkoni te faraoni. Pse më shku te faraoni? A ban që ti ushtari të udhës mi fol? Jo, le. Se ki ushtari i udhës është lidh për atë. Jo, ti mundesh mi fol këtina. Ama është i lidh për atë. A dhe ka thonë shko te faraoni. Në tu bind faraoni, to ketë bindën. Edhe nësës bindet faraoni, edhe për këto s'morin vesh, apo? Anda shiko për shemë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gruja faraoni dhe konë individ. Ajo i ka besu Musait a.s. Apo? Me gjithë se ka ndjek faraonin midis shpijës atina, Allah thot, na këta në gjenet këna me shtije. Pse? Individ. Se ka besu faraonin, i ka besu Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu për këtë asyo, dhe zër, shumë për njerëzve nuk e dallojnë se thirrja u drejtohet autoriteteve për shkak presionit që kanë ndaj popujve. E jo që popujt nuk merren llogari njëri me tjetrin. Njëri për tjetrin, po sicili në mënyrë individuale. Për këtë arsye thot Allahu te bareke ve surën Tauba, wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Thumma ablighu ma'mana. Thot Allahu te bareke ve taala. Nëse dikush prej paganëve, pra cili do kohë individ don me ngue fjalën e Allahut, mundsoja ti ka thënë. Mundsoja. Megjithëse thirrën për mësimi, jo ka bë krejtë, jo ka qut mëllojve, ama ka thonë se do njëri pyetër individualisht. Në të vënë edhe në ta, edhe dëgjoj fjalën e Allahut te bareke ve taala. Thot Allahu xhelal xhelal surën Al-Isra, wala taziru waziratun wizra ukhra. As një shpirt nuk e bën gjunahin e tjetrit. Kur kush nuk e bën gjunahin e tjetrit. Shikoj vëzë ndonjë. Ti ndikohesh për dikujna, mësohesh për dikujna, ta lan trunin dikush, ta mëson trunin dikush, ta shkarkon trunin dikush, ta ngarkon trunin dikush. Dikush të mëson ka e mira, dikush mëson ka e keqe, dikush ta mëson imanin, dikush ta mëson kufrin, dikush ta mëson udhën e pejgamberit, dikush ta mëson bidatën dhe degradimin. Ama kushdo që të ka mësuar, është të ka mësu, la taziru waziratun wizra ukhra. Zvena i mësuesi me ti në xhenam.
Jo, e zvenaj. Ai thot, ai ka mundsi për në xhenemin e veti. Faraoni on xhenem. Ama kur kush sun thon xhenem, po faraoni ka fajet. Faraoni ka fajet, për fajet e veta duhet të nuhe. Ama dhe ti që kish ku faraonit mas kemi të nuhe. Për këtë arsye shikoj Allahu subhanahu wa taala, sikur që e ka bërë thirrjen që të bëhet te autoritetet, ama përgjegjësinë e ka bërë individuale, sepse ka falë Allahu subhanahu wa taala mendje. Mu për këtë arsye vëllezër thot Allahu te bareke wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahina, sura Mudaththir. Çdo shpirt o pengi punës vet. Pengi punës vet. Dhe kjo është pitë mirave të Islamit. Ti përgjigjesh për tonë. Ti përgjigjesh për punët e tua. Ti përgjigjesh për ushqimin tan. Që po njerëzit thonë, po sot çish më nejt bënë njëri mirë kur këtë janë bot kështu. Po ti për vetë be hin vor. Si për ata. Apo ti nuk hin vor për çetërkan, ti nuk përgjigjesh për çetërkan, ti nuk merresh llogari për çetërkan. Ti më përgjigjesh vetëm për atë e cila është vepra e jote. Mu për këtë arsye, Allahu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ashtu ka dhënë disa prej haditheve i kanë nxit sahabët e vet dhe shokët e vet që ta ndjekin të vërtetën pavarësisht rrethanave të sot gjendën. A dhe ka në transmetim nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur që ka në musnad nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë la yakunu ahadukum immi'a. Ka thonë alayhi salatu wassalam, mos tjetë dënjani prej juve immi'a. Çka është kjo? Immi'a është kur thua ka të shkoj. Ka të shkoj njerëzit shkojone. Ka thonë alayhi salatu wassalam, thot yaqulu in ahsana an-nasu ahsantu. Nëse bëjnë njerëzit mirë, bëj mirë. Wa in asa'u asa'tu. Nëse bëjnë keq edhe unë bëj keq. Por çfarë do të më bëj? Wa inma in ahsanu ahsan. Wa in asa'u lam yusi. Sigurisht ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mos u bëni ju dvart për njerëz. Duke thënë njëri për njerëzve, çka të bëjnë njerëz bëj edhe unë. Si të bëjnë mirë bëj mirë. Bëjnë keq bëj keq. Ka thënë mos bëhet kështu. Çish do të më bëj? Ka thënë nëse bëjnë mirë le të bëjnë mirë. E nëse bëjnë keq, mos bëjë keq. Shiko dhe zër, nuk ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam mi kundërshtu njerëzit edhe kur të bëjnë mirë. Apo? Që një thot filani kishtë thonë një fjallë të mirë. Po ba ma, e ka thonë mira. E ki po do janë kështu të gatshëm edhe janë të destinum. Mi njerë kundër me thonë. Nuk ka bash ashtu. Se e ka njëti këtë personin. Jo, si të bëjnë njerëzit mirë, banë dhe ti mirë. Kur dush mi kundërshtu njerëzit? Kur bëjnë keq. Kur bëjnë keq. Kur ta thot dikush një fjalë të mirë. Apo a e dini vëllezër sa qafirin dunja ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shumë njëri mirë? Qafir. Studime, s'ka hin islam. Dhamë dëse në mëson Allahu te bareke ve teala, do t'i përmendim fjalët miradije, lavdruese mbi famën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga orientalistët. Ai s'ka besuar në islam. Ka thonë fjalë të mira për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shaqjani më thon, ki qafir s'ka shka fol. O i ka thonë mirë Allah, i ka thonë për jënë njëri malë. Për këta që du të njëri me instalu vetë vetën. Qfar? Që nëse thot dikush mirë, mirë Allah. Kur du të me kundështu? Kur të bëjë keq. Kur të bëjë keq. Andaj, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar në medresin e tina shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këtë muslimanët masina në hijen e ajetit Kur'anit wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul, nuk është Muhamedi pas i dërguar dhe para tij ka pas të dërguar, nëse vdes apo vritet ai në rrugën e tij, çfarë vëllazër që njeriu ti sheh të vërtetë ashtu siç janë, të vërtetë ti verifikon vet, ti sheh ato me dritën e imanit të tina, me synin e tina, me zemrën e tina dhe ta ndjek të vërtetë mësosh të vërtetë. Jo pse ki qillu me fjalë të tjera. Ne duhet me ndjek islamin, jo pse kena qillu te familjarët musliman. Jo. Po pse e vërtet? Edhe ai i cili s'ka qillu në familjen e islamit më bë musliman. Se kjo e vërteta. Por këtë arsye vëllezër, ne duhet të adaptohemi që gjërat ti mësojmë ashtu siç janë, jo të ndikuar nga autoritetet edhe bartësit e tyre. E pasaj do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke në ligjëratat e ardhshme që ta shohim se çka ndikon tek njerëzit që madhrimet dhe lëvdatat dhe emrat e mëdhej të njerëzve të bëhen pengesë që ndonjë X apo Y të vërtet ta refuzon. Por do ta shohim se pse njerëzit nuk mundën me dallu këtë mesele, duke mos e bërë të njëjtë të vërtetën me atë çka e bart dikush prej ne do ta shohim me lenin Allahu te bareke këta për shkak se tema është e gjanë. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu na mundson që ta vërtetën ta shohim të vërtetë dhe ta ndjekim ata.
ta shohim të keqen si të keqe dhe t'i shmangim asaj. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na mundson që ta lexojmë Kur'anin dhe të mësojmë prej tina dhe të marrim udhëzime prej tina. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na mundson me ndjek sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe mos të bëjmë asnjë lloj ortakrie as në raport me Zotin e Madh te bareke ve teala e as në mesazhin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allahu na mundson me në Ramazan duke qenë me shëndet dhe duke qenë me iman. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelalu na mundson që të shpërblehemi gjithmonë aty ku ja çollojmë e kudo që gabojmë ajo është prej meje dhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.